kena me radhë, kadre. Sipas prokurorit. Dëgjoj, kadre. Se do me mazanime nxjerrja, sepse kemi sipas rregullës së procedurës vjen radha. Ole kadre. Kadre. Po ta do fjalën kur vjen radha. Pa problem. Kadre. Jo rregull. Ta do fjalën po kur vjen radha. Kadre. Ta do fjalën kur vjen radha. Ole tash. Ta do fjalën, pa problem. Kemi me ta do fjalën. Po e kemi me radhë, kadre. Qartë e kemi, po ta dojmë fjallën sepse kemi me radhë. Tash për tash, okej? Na pret. Rejë, po pa tjetër. Arta, hapor në të lutëm. E gjithë ndezë dhe mikrofonën. Dëshmitare, po vazhdojmë atë ku kemi mbet perën e kaluar, të parashtrimin e pyetjeve, ato për çka jeni përgjigjur nuk do t'i përsërisim. Gjatë kohës sa ishte në arrest shtëpiak Kadri Sheqiri. A ka qëndruar në banesën në të cilin keni jetuar së bashkë? A ka qëndru? Po. Dëshmitare, e kujtuar, a keni diskutuar me Kadriun për rastin për cilin ishte arrestuar Kadriu, me konkretisht për rastin i cilin është duke u gjykuar sot? Kemi diskutu, po nuk është diçka që ma ka thonë asë njerë të vërtetën. Që ma ka thonë asë njerë të vërtetën. Jo, ka pas luhatje çdo herë. Asë njerë njëjtë nuk më ka thonë. Dëshmitarë, në qenë se po huat se keni diskutuar për rastin, a ju ka treguar Kadriu se gjatë kohës sa ishte në paraburgim? Te kishte komunikuar me Izet Sheqiri? Unë thash edhe ma herët se nuk i besoj çka ka thonë Kadriu, se ka komuniku. Jo, nuk e di a ka komuniku. A ju ka tregu Kadriu që ka komuniku me Izetin pyetësh? S'm ka thonë që ka komuniku, po herë të dera, herë të dritarja, që shtu që unë që këti nuk i kom besu, a ka komuniku, a s'ka komuniku, tash nuk e di. S'po di. Jo, nuk di që ka komuniku. Se unë si kom besu Kadris. Jo, unë e thash që Kadris mi ka... Veç po pyet, aty ju kujtohet që ka bisedu afër me Kadri Sheqirin për Fatonin. Ndërsa tani e ballafaqoj me një përgjim që Arta i ka thonë dhe ju ka drejtu Kadris që çka ke folë ti për Fatonin, dhe tani pe pyesëm, ndërsa po e pyesëm tani transkript. po pyesëm transkript. Se apo i kujtohet, apo të kujtohet apo nuk të kujtohet. Po, shumë. Është rregull apo ka? Po. Po, pyetja po, Fatonin që gjithmonë. Nëse ka kalu shumë kohë gjatë, diçka ka thonë, nuk po më kujtohet, bashkë ma kujtohet dhe pak a shumë lashtam. Nuk po më kujtohet, sepse ka kaluar një kohë relativisht të gjatë. Tash, pasi që ju përkujtova, kujtohet që keni bisedu për Fatonin. Edhe në fjalët e juja që keni folë, ju në raport me Kadriun. Veç për në shajtë që të gatit, sepse këto ishin fjalët e juja të cilat unë i lexova. A ju kujtohet, a nuk ju kujtohet? Kjo nuk e dy nëndë se se kanë dëgjuar. Ja, vetëm për këtë frasë, a i kujtohet që ka bisedu ishte pyetja. Nuk e leju me u lëshu ma gjatë. Po thëmë që Kadria ka folë asë njëherë atë fjallën deri në fund nuk më ka thonë që shduhet. Ta shadim ka thonë diçka për Fatonin, po nuk po di. Na, nuk po lypëm se çka është diskutuar, kjo nuk ishte pyetja. Veç pyetja ishte apo të kujtohet që keni diskutu
Në zvete për fatonin. Nuk po më kujtohet. Jo, nuk po. Se ka fol gjatë. Pra nuk i kujtohet. Dëshmitar, ju ka treguar Kadriu, gjithmonë për referomi bisedës që e kemi zhvilluar në banesën e juaj. Ju ka treguar Kadriu se si kanë planifikuar me Zetin me akuzu vetëm fatën vrajuar për këtë rast. Unë veç, a moj me thonë që veç Kadrin, po shama sot më ka thonë ndryshe, nesër ndryshe, po nuk për dit ashtë ku mu kapë se qash është kohë gjatë ka kalu. Po. Në fillim, kur ju para shumë pyetje, ju thatë që nuk i kam besu, sepse që të morë ka dhonë verzionë ndryshme, po. Ta është pozicionë në pyetje që ju parashtronë. Pyetja është, a ju ka tregu Kadriu, po ju referohet bisedës që keni zhvilluar në banesën tuaj, se si kam planifikuar me Zetin me akuzu vetëm fatën vrajullën për këtë rast. A ki diçka me thotë për këtë? Jo. Nuk kujtuar? Jo. Jo, nuk më kujtuar. Ola pra edhe nere, po më në name e sëqaru. Pra, prokurorin po i referohet një transkriptit bisedave të inqizimin të bisedave tjuja. Dhe në këtë rast e diktoja një bised që keni pas ju personalisht në mes të Kadriu dhe i lexoj transkriptin. A ju kujtohet kjo bised që ka ndodhur mes juve ose ju? Këto biseda ju mbo, s'po di qysh me të spjegu. Ka thonë, po unë prap po thamë, këti nuk i kom besu, këj sot ma ka bo ndrysh nuk po di qysh me ta spjegu. Po, veç atë kryetari trupit gjykus, rejgjë dhe rejtën që ta kapit procedur. Shamas dhe vy, në gjykatës, në të kondërtën, kryetari trupit gjykus, do të ndërmer masat për kase të paralendruara në hyrje të këtij procesi verbale. Edhe njerë, mos e mëni, nëse keni në i vrejtin punën tonë, na javën fjallën edhe keni me shërmush të vrejtin procesi verbale. Ka të edhe njerë të të shajë. Na nuk po të pysëm për substancën, nuk po të pysëm as faktin a i ki besu as si ki besu. E asa është i besu shumë, asa është i besu shumë Kadriu. Pyetja ishte vetëm ty apo të kujtohet që keni diskutuar për to çështje me Kadriun. Pra nuk po të pyesim na për besueshmërinë e deklaratës Kadriu, se fundja na jemi ata që vlerësojnë në fund besueshmërinë e gjithë së të na thjesht po pyesim në fakt prokurore po pyet se a ju kujtohet kjo bisedë mes juve dhe Kadriut. Ti që ka thonë për fatonin, po so ka thonë masani që ka thonë nuk më kujtohet. Mua nuk më kujtohet sakt. Se çka ka folë më gjatë. Se çka ka folë më gjatë. Pra e di që kemi diskutuar këto sene, po nuk kujtohet. Po nuk më kujtohet, ka kalu shumë kohë. Pra e di që kemi diskutuar për këto çështje. Meqense fillimisht, domethënë në fillim deklaratës ju thatë se keni diskutuar me Kadriun për këtë çështje. Në këtë diskutim që e keni pas, a ju kujtohet se në ndonjë moment të caktuar ju ka thënë Kadriu se sikur se Kadriu ka pas me pranu me bashkëpunu me edhe Izeti. Na të kujtohet? Jo, me bashkëpunu me Izetin, jo. Jo, nuk më kujtohet. Jo me bashkëpunu me Izetin, por me pranu fajt edhe Izetit, si me pranu edhe bashkëpunu, me pranu fajna, dhe bashkëpunu edhe Izeti sikur se kjo, sikur se Kadriu. Sikur se Kadriu. A e kima qarta shumë ne? Nuk po më kujtohet asë heq. Jo, nuk më kujtohet. Se edhe kom qenë me shëndetin keq, edhe në atë kohë, edhe në kitë kohë, po më kujtohet bash asë. Sa po më kujtohet, në këtë qështje, është mrenda sa ka qenë në burg. Sa më kujtohet, kjo qështje ka qenë, sa ka qenë mrenda në burg? Po, edhe që është bëhet fjallë për dytë, a janë polica oficer burgosin, nuk di. Dhe bëhet fjallë për dy oficer, apo të burgosin, nuk e di kush janë, se s'mi ka thonë me emër. Sepse nuk mi ka thonë me emër.
Po e di që më ka thonë Kadria se ata e kanë nxit për me thonë për Izetin për Fatonin. Por e di Tjetër ma se gjatë Kadria nuk më ka më thënë se ata E kanë nxit që njëri të thot thotë për Izetin edhe për Fatonin. Për Fatonin, edhe për Fatonin, nuk di, nuk më kujtohet. Dhe për Fatonin. Po e di që ata e kanë Veç ma nxit. ka dalë, Po, luta po, më sepse po mundohme me Po. shumë ditë të thotë siç le. Me kanë thënë që ata e kanë dhënë që të thotë për Izetin. Apo që të Po, thotë për po, Izetin. Që të thotë për Izetin dhe për Fatonin. edhe për Fatonin. Sa më kujtohet. Dhe për Fatonin. Kjo është vetëm me sa më kujtohet. Dëshmitar. Për ju sharu, edhe më ju... Për të ju sharuar, Po, ne preferohemi bisedës që kemi në banesë. ne po e referohemi bisedës Po, në banes, që e keni bë në banesë. Po, a është bezu që kjo bisedë që unë ta lexova pak më herë? Kjo bisedë që unë e lexova është zhvilluar në mes juve në banesën tuaj. na kemi folë në banes, po nuk më kujtohet tash bashkë me detaje se çka kemi folë ose çka se ka kalu ku e gjatë. Po, e kuptoja mos, po më kujtohet. Ka problem. Ju mundi me thonë që Po, s'po po. kujtohet, nuk po më kujtohet në detaje sepse ne kemi diskutuar shumë çështje Ç'është? në banesë. A kjo kështu? Po, Kena me rol, kadre. Sipas prokurorit. Dëgjoj, kadre. Se do me mazanime nxjerrja, sepse kemi sipas rregullit të procedurës vjen rolla. Ole Shkoj kadre. ndaj kursos. Kadre. Është dy fjalë. Po ta do fjalën kur vjen rolla, pa problem. Kadre. Jo rregull. Ta do fjalën po kur vjen rolla. Po jo se. Kadre. Ta do fjalën kur vjen rolla. Ole tash. Ta do fjalën, pa problem. Kemi me ta do fjalën. Po e kemi me roll, kadre. Çort e kemi, po ta do fjalën sepse kemi me roll. Tash për tash, okay? Na pret. Rregull, po patjetër. A veç për pyetje që kemi. A dhe dëshmitore, a jenë ndjeni, po që se Kadrio është mbajt në pjesën ku kanë qenë të paraburgosurit, apo të dënuar? A jenë ndjeni, nëse jenë ndjeni? tash nuk po di që shjën ato të ndame, po nësa e di ka qenë kati i tretë. Ku Okej. ka qenë veç vetë, Unë nuk e di se si janë ato të ndarë. edhe di që i ka pas shumë maltretime, që shtu më ka thonë. Ai më ka thonë se ka pasur maltretime, ndërsa e di që ka qenë në katin e tretë. Katën e Dhe tretë, ka po. qenë vetëm Në dhomë. Në dhomë. Dhoma që është. Vetëm në dhomë, respektivisht ka qenë dhoma nëmër 6, atë kështu? Jo, nuk e di dhomën. Okej, mu do. Jo, Çfarë mund të thonë? nuk e di. Qenë vetëm në dhomë. Po, ku që arrohë sot? A i dini, ka triku Kadriu që në një moment është bërë dëshmitar bashkëpunus i prokurorisë. Veç mos u bë dëshmitarë, deri të shënoj. Pra, aju ka tregu Kadriu ndonjëherë që është bërë dëshmitar bashkëpunues i prokurorisë. Por një ndrem deklaratës, apo që është e s'po di dëshmë. Aju ka thonë ajo që është bërë Ka pranu me bashkëpunu me që ka bashkëpunues që me thonë që prokurorin. Jo, Jo, nuk e di. miq. Ka thonë për një deklaratë që kom shku kom ndru, po çka tek mi hima fell, nuk di çka më ka thonë. S'po Që e kujtohen. ka dëshuar një deklaratë, për më tej nuk e di, apo? Po. Po dhe ato e di që më ka thonë këti kom pas për shkak presionit. Nuk e di, por Jo. më ka thonë që këtë çështje e ka pasur për shkak të Se s'po më kujtohen shumë qartë. Ka thonë dhe njëherë që Veç ma ka dole. Po? si shpërblimi ndrimi që asaj deklarate është liru në arrest shtëpiak? Ata ka thonë ndonjëherë që si shpërblim i ndonjë deklarate është liru në arrest shtëpiak. Po për shkak të asaj deklarate është liru. Ata ka thonë ajo, E ka thonë, po ai më ka thonë se është liru në arrest shtëpiak. po nuk e di për çfarë deklarate. Për shkak të një deklarate, por nuk e di se për çfarë deklarate Po, bëhet fjalë. po veç e ka përmend që kom pas shumë presion. Ta shpjegoj atë presion? Po, po nuk e di, po, për çfarë të bëj? Po. Nëse ka diçka të tjetër. Jo, nuk po di. Ato që na të Ja, bëjnë sepse u kry, po. Nuk e di na kanë qenë oficerat, burgosur. Jo, po edhe për shkak deklaratës nuk e di, po thon për shkak që, po. Ju edhe njerë pyetës. Se pyetje prokurorit pyetjen e para edhe njerë pyetës. Këto gjitha pyetjet që lexova. Me që prokurori ju pyeti në pyetjen e parë, pyetës unë edhe një herë.
Qëta këto që i lexuan, Të gjitha këto që u lexuan nga prokurore, edhe nga unë. edhe nga unë, Transkripti. e kam fjalën për transkriptin. Ju nuk i mohoni si biseda, po vetëm nuk ju Nuk kujtohet përmbajtja, po. Ju nuk i mohoni si biseda, por thjesht nuk ju kujtohet përmbajtja. A e kemi kuptuar sa ka është kjo? Po, mund të janë, mi të gjykatës, Apo vazhdon? po dhe, A mund t'i tregoni? ta shtetër pjesë. Okej, veç të marrëm një konfirmim. Na është kjo e saktë, pra ju nuk e mohoni që keni bisedu me to këtu, po thjesht nuk Po na kemi bisedu se normal mi kam bashkër, kemi bisedu si familje, po tash çka, po. Nuk kum kujtohet, se është kohë e gjatë. Po, unë nuk po i mohoj bisedat, por thjesht nuk më kujtohet përmbajtja. Për faktin se ka kaluar një kohë e gjatë. A ke kështu dëshmitar? Po. Pyetja radhës, apo kadash? A i kujtohet, po më keni konfirmuar, me herë që keni dhënë deklaratë në prokurori. Po, Veç më falë. s'ka Besoj jam shumë e lodhur. Rregull. Tash edhe ndërprej. Edhe bëj një pauzë. A e kujtohet që shini ftu me shkullën në deklaratë, dhe nga ku shini ftu me shkullën në deklaratë prokurori? A kujtohet se kush edhe se ju ka ftu për me dhënë deklaratë prokurori? Po, da ditë kom qenë punë, Po, atë ditë kam qenë në punë. edhe më kanë thirrë nëse nuk ka bëjën policia, po kur kanë qenë në shtëpi kishin qenë banesë. Dhe disa persona kanë qenë në banesën time, nuk e di nëse ka qenë policia. Po, A janë polica, janë oficer, nuk po di Nuk e çka di. janë balla. nuk e di në banesën Po. time, nuk e di sa ka qenë policia apo Me- oficer. Më kanë thirrë në telefon, Pastaj kanë thirrë. më kanë thirrë në s'ka telefon. qenë aty, apo? Jo, unë kom qenë punë. Ata kanë ardhur te katria, unë kom qenë punë. Po, 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 Po. Pra, ju keni qenë punë, policia apo oficer, Po, kurse që kur kanë do qenë s'ka ata që që po. nuk pendet kanë shku të banesa. Po, Në banesë juve nuk ju kanë gjetë, sepse Jo. ju keni qenë punë, Po. dhe pastaj ju kanë thirrë në telefon. në telefon, po. Unë nuk kam qenë në banesë, sepse kam qenë në punë, dhe pastaj më kanë thirrë në telefon. Në telefon. Qartë. Më kanë thonë që duhesh me ardhur deri në banesë për 5 minuta. Dhe më kanë thonë që duhet me ardhë në banesë. Po, urgjent deri në banesë, po. Urgjent. Nesë për 5 minuta. Unë ju kom thonë se nuk muj me dalë, se jam 24 orë kujdestar. Me dalë, sepse jam 24 orë kujdestar. Po. Ata më kanë kërsu më kanë thonë ti nëse nuk vjen, na vim të arrestojmë ku je. Më kanë thonë se nëse nuk vjen, ne vim të arrestojmë ku do që je. Ose s'kemi punë veç 5 minuta ma kanë vonë. Sepse s'kemi punë vetëm 5 minuta. Po. Po, tutje. Kom shku në banesë, Po, më një dalë prej Po, punës. kom Kam shku. dalë nga puna, kam shku në banesë. ato kanë qenë ashta 7-8 oficera police, po. Po. Kishin kontrollu banesën prap, Dhe kishin qenë duke e kontrollu banesën prap, po. Në pyetje ka drinë, Po. Banesën prap. Kur po e referosh prap, se po e referosh prap, sepse kanë qenë se ka qenë edhe ma herët. Sepse ata kanë qenë edhe ma herët. Po. Që ata se Po, po. Po, pastaj, që ndodhe? Edhe më kanë marrë prej, aty unë kom qenë me uniformat punës, Dhe unë kam qenë aty me uniformat të punës. po se ata më thanë veç 5 minuta, dhe unë që ashtu dola. Dhe kjo për faktin sepse ata më thanë vetëm 5 minuta. Unë më kanë dërgu të prokurori Valdet, Dhe nga aty më kanë marrë dhe më kanë dërguar të prokurori. tek prokurori. Okej. Edhe aty kom qëndru rreth 5-6 orë. Dhe aty pastaj kam qëndruar rreth 5-6 orë që e marrë pyetje. Që marrë pyetje, po. Dhe aty kam qëndruar rreth 5-6 orë dhe jam marrë në pyetje. Po. Pse që duhet 5-6 orë? Kërë deklarata ju është Se qëndru Ata 5-6 faqe. orë, pasi që
Unë e kam deklaratën tuaj në dorë. Me hyrje me përpunën shtime me Dhe rezultant të jetë shumë e shkurtë. Po pse ka gjata gjatë, pse ka 6 orë. Unë nuk e di veç, unë asë nuk kom pas ftesë për me shku në prokurisë, ashtë ajo jo, po. Na treguve që ta morën, po, për ato. Na tregu direkt. Po Pyetjet avokati pse ke nejt 56 orë aty, sepse ju tha që në prokurori ke qëndruar 56 orë. Kom pas pyetje prej prokurorit, thuaj që deri nashta edhe shumë kërcënime prej prokurorit, Okej, unë kam pasur pyetje prej prokurorit. Me pranu për hyjzrien, me pranu... Vesh pa ka dole avokati sepse po, të shënu. po. Por edhe kërcënime nga prokurorit. Çfarë kërcënime ke pas? Asë nuk unë ka tregu që duhet me marrë avokat. Po tash të the kërcënime. Po, tash kërcënime, tash po të tregoj. Tash po flet për Po, për çështje edhe shkelje edhe për kërcënime. Tash një herë tregona çfarë Po. kërcënime ke pas. Me ka thonë për shama kur më fund, kur më ka liru, ti u kanë ditë e premte adet, mund është me shku në shpe, Thonë se mund është me shku në shpe. shpe, është e shtune e dile, nuk guxon, po. Shtune vis e dile, Nuk guxon me bisedu me kërkan, nuk guxon me dalë kërkon, nuk guxon me bisedu me kërkan, nuk guxon me dalë kërkon, kërkon edhe nuk guxon me marrë avokate. dhe nuk guxon me marrë Avokat apo avokate, Okej? se të qoj ku e kum qu hyjzriun. Se të çaj ku e kam shu Hyjzriun, po. Po. Sa më vazhdoj të rrasha, dhe kërtari të gjyku pyetje dëshmitare. Edhe të hanën vjen, Okej, vazhdoj, dhe që to tani unë, ndërsa të hanën, të hanën vjen në ora 1, edhe e pranan për çka të kum pyet për të hyjzriun. hanën vjen në orën e dhe e pranan krejt ato Çka të kum pyet për hyjzriun. hyjzriun. Po. Hyjzriun. Kërtari të gjyku ndërhyj, dhe pyetje dëshmitare. Lidhur me këto parëgusi, disë kërcënime që po I quani. A Edhe, I kemi paraqitur ndonjëherë në organet e rëndë? jo, Ndonjëherë në organet e rëndë. Dhe përgjigja është jo. Pyetja radhës është pse? Pse nuk e kemi se kur kom shku të hanën me avokatën, Pse? në ora 1, Sepse kur kam shkuar të hanën me avokatën në orën e, po, në farë ironimi ka kesh, nuk e ke pas detyrushme me ardhë, pse e ardhë. Më kanë thënë me ironi se nuk e ke Pas pas të detyrueshme me ardhë. A, për të premte shtunën më ka kërcënu që mos me dalë. Me plutova pjesë. Rejnë. Pyetja radhës është. A I ke tregu avokatës lidhur me këto kërcënime që ke pas? Po. Okej. Lidhur me këto kërcënime. Pasër përgjigja. Pra I ke tregu atëherë. Po, Po I kam treguar në atë kohë.